Telefon me thoj gruaja e lutë. Po normal, edhe se kom këto, e kom jashtë edhe më thirr. Ja, do të më nda valla pasuria. Se shembull 20-30 vjet martesë më s'më nda pasuria shumë keq. Ja, besë është edhe ajo. Mu më pengan ajo shembull, pse me mor burrat mbi emrin ton. Me e drejtë është me mor në mbi emrin e burrit. Që edhe nusët i kanë dyjat, asnjëna dyjat e kanë mbi emrin e burrit edhe e kanë lanë të dyjat, edhe të burrit edhe të familjes. Janë më mbi emrat e burrit, ma mire kene. Përshëndetje. Si je? Mirë, jo? Mirë, jo? Mirë, shumë, jo? Pak, Se jo? Lodhni, nga pakët e natë. Normal, edhe na kena obligime të shtëpisë, të punës, e të Sa të burri, a e lotë shpesh. është për det. Po. Aty në telefon me thoj gru. A e lotë. Qysh? Aty në telefon me thoj gruaja e lutë. Po normal, edhe se kom këto, e kom jashtë edhe më thirr për çdo det. Jashtë, në vend e kjo është. Është në Kazakistan me këta të begjet pasullit. Okej, sa kohë sa te? Është 10 vjet të punu. 8 vjet, a vjen shpesh? Një herë në vetë, 2 herë në varet. Shka mjaftueshme një në vjet, 2 me pa. Po, çka me po tash për familje njeri? Po munohet. Po munohet edhe ai për familje. Sa normali për ta. Normal. Ndrojmë kështu. Unë pasi që gruaja, më të më pyet kështu. A është e padrejtë që vetëm gruaja ta ndryshojnë mbiemrin pas martesës? Jo. Unë e kam mbiemrin e burrit, edhe mbiemrin e të familjes, ama s'është mirë. Mu s'm pengon kur gjë, s'na ka as që edhe nusët i kanë dyjat, asnjëna dyjat e kanë mbiemrin e burrit edhe e kanë lanë të dyjat, edhe të burrit edhe të familjes. Ama s'm pengon, me pas, jo. A është si të padrejtë këto nëse një mbiemër të burrit duhet me marrë gjithçysh të burrit? Po nashta gjithçysh nuk është, s'pëdi sa, nuk e di tash mbaret këtë për familje, për rrethit ku jetan, mbaret. Mu për veti s'm kish pengu edhe nëse kish majt. Për shama edhe onë edhe nusët edhe kushda, qikat e. Shumë të burrat ka thonë, merre gjithçysh mbiemrin ta. Jo, në vetë këm dasht. Vetë këm dasht mu ba. Se duhet çdo grua me marrë, domethënë mbiemrin e burrit. Se di bre krejt e kanë qështu. S'pëdi gjithçysh ajti e martu, je shkun qatë familje, ma. Ti si jetu në që 30 vjetë martes, të familja, e kam mbiemrin e burrit, me që ato nihon, krejt. Sa gra më thonë, pse na burrat s'e marrin mbiemrin ton? Ja, besë është edhe aja. Mu më pengan aja shembull, pse me mor burrat mbiemrin ton. Me e drejtë është me mor në mbiemrin e burrit. Unë tash përderisa të më thonë mbiemrin e burrit e merr një grua, pse edhe trashëgimin të mos ta merr, nëse ndodh që larg qoftë ndahet tek divorci. Kur domethënë mbiemrin po ja merr të burrit, pasurinë mos po e ndahet një gruaje nëse ndahet. Ja, do të më nda valla pasuria. Se shembull 20-30 vjet martesë më s'më nda pasuria shumë keq. Aja shumë, shembull që 30 vjet martesë kum punu për qatë familje. Edhe burri edhe anë do të kena kontribu për ta. E ta shte, inshallah s'ndohëm. Inshallah, atë një ndarje janë të mira. Po të fund, sta grove, një mesazh vjen da. I përshëndes të gjitha, i uroj gjitha të mirat. Edhe qysh ta shohin rrethin e t'ja bojnë. Unë për veti e kam mbiemrin e burrit, mirë shumë. Qështa? A ti çka më thonë ai porosi tjetër? Porosi më janë më mbiemrat e burrit, ma mire kene. Se jo, se i kum ngu këto lajme, këto çka po folën mbiemni. Ja i me marrë burrit grusja, gruaja burrit, ja. E kështu që mirë është. Edhe unë s'jam pishman kur gjë që e kom ba. Bravo, të. Faleminderit shumë, respekt, faleminderit.